Dilaver, mund na thoni pak cila ishte këmbgulja jote që doni patjetër që të flisni sot? E kemi filluar që në fillim ne me Big Brotherin. Unë nuk kam parë asnjë puntat, ju kam thënë herën e parë dhe po a them dhe tani. Ka kaluar nga fillimi në fund, vetëm gjatë kohës si kontrolloj lajmet nga ora 12:01 natës, që shikoj ato të reja, me del nga gjë përpara nga këto, se s'ka hall pa dal nga një buf përpara që të prish qefin e gjithë ditës. Edhe një natë më doli kjo, një shuplak që ishte dhenë. E shikoj të ca portale atje, me vonë doli atje nga ora 2 natës e pash edhe unë një herë. Tani, ajo që më shqetëson mua është si është mundur që njerëz kaq pa vlera t'ju jepet një rëndësi kaq e madhe. Mirë nga populli, se populli është i parsimuar dikush, është i pa kulturuar dikush tjetër, ka edhe nga ata, por nga elitat, nga ata që pretendojnë se janë elitat e këtij vendi. Si është e mundur që si vend pak gishtin kokës? Pse japim kaq shumë vlera të këta plehra dhe nuk japim vlera të ata artistët dhe njerëzit e vërtetë? Nuk ju bën përshtypje kur shohin Tinka Kurtin që përfundon në azil. Nuk shikojnë artistë dhe njerëz të tjerë të mëdhenj që kanë bërë histori në art, në kulturë, në të gjitha, që në plot kuptimin e fjalës kanë qenë dhe do ngelen vipa dhe ju bëjnë përshtypje, ju japin vlerë njerëzve të tillë që me një dukje në ekran apo në mikrofon apo me disa dukje, duke qenë mediokur komplet, shkojnë dhe venat e famë dhe atë para që këta as nuk e shohin në ëndër artistët e vërtetë. Kjo më shqetëson. Prandaj këmbgul, prandaj vi këtu, kjo lloj butaforie të mërshme që i merr frymën edhe artit, edhe shoqërisë dhe gjithëve, po mbi gjitha me dhemë elita. Isha duke parë një përplasje të një Besnik Palnikaj, jo përplasje, po një replikë që i bente bukur shumë, e shkruar me sintaksen, me morfologjinë, me stilistikën, edhe me ortografinë më të përsosur, nga një Besnik Palnikaj me Çun Lajçin. Çun Lajçi kishte reaguar për çështjen e një shuplake që ka rënë atje, midis atyre, në Big Brother, e drejta ati është bërë objekt për qarjeje midis shqiptarëve, si shumë të tjera se janë duke investuar lekë të mëdha nga qarqet antishqiptare për ta shkatruar këtë vend dhe këtë kombë. Dhe tani shiko se ç'bëhet, fillojnë dhe bëhen përplasjet atje i jepet identiteti fetar, gjoja sikur ka karakter fetar ajo lloj përplasjeje, që ata as feja sa dhe nuk njohin, përderisa ç'tu kërkosh atyre, japin pastaj edhe atë llojin e karakterit kombëtar, përplasje midis Kosovës edhe Shqipërisë. E pse? Për një marrëzi të tillë, që një grusht njerëzish fitojnë miliona produksioni, një dorë njerëz atje brenda mediokër bëhen të famshëm dhe ata fitojnë goxha lek, e shoqëria vuan në të dy anët e kufirit. Dhe kur vuajmë këtu dhe në Kosovë nga problemet e tilla, vuajnë e gjithë shqiptaria, kudo që është, edhe kur është jashtë shtetit, emigrantët, e vuajnë se shqiptarë janë ose kosovarë, e vuajnë në Maqedoni, e vuajnë në Turqi, e vuajnë në Amerikë, e vuajnë në Australi, në Evropë, në gjitha vendet. Kur e shikon këtë mënyrë, se si ndërhyjnë brenda një qelizë e tillë e vogël, ose disa qelizat e tilla, dhe kërkojnë të degenerojnë si qelizat kanceroze, që futen, duken si qelizat e tjera, dhe futen në për qelizat normale, me dredhi dhe degenerojnë të gjithë qelizat e trupit. Kjo më dhem mua, prandaj ndalova, fola për Çun Lajçin. Po që duhet Çun Lajçi të merret tani me atë punë? Po që duhet Besnik Palnikaj të merret me atë punë? Me Big Brotherin i morë, kur këtu ka kaq shumë gjëra të rëndësishme për të marrë. Edhe më thonë mua tani që t'i jap fund këtij muhabeti, se prandaj thash unë e kërkova që të sjete e vajzën prani, po unë kam për ta thënë që sikur të më bien ballit as më bien ndërmend. Ore tutkun njerëz, pseudo-elitar, pseudo-intelektual, si guxuat të prisni ju një fund të mirë, kur që në fillim ai show i Big Brotherit ka promovuar. Ç'të them unë tjetër, marrëzia juaj. Ma hiq mikrofonin pa desh.